Unë nuk kam kohë të komentoj fjalë, për shkak se jam e zënë me punë. Ajo nënkupton jam e zënë me punë duke koordinuar punimet që zhvillohen në të gjitha anët. Tani jam duke u kthyer nga Shqipkovica ku është bërë një punë e madhe, është rrigmulluar bile edhe rrjeti me ujë është nga përfundimi. Pjesa më e madhe e fshatit ka furnizim me ujë dhe janë hapur një pjesë e madhe e rrugëve. Pak më parë isha në Reqis të vogël ku punohet intensivisht me një makineri të shumt për të hapur dhe për të kaluar, domethënë sa më shpejt për të bartur situatën dhe problemet, dhe në të njëjtën kohë kjo po ashtu e njëjta ndodh domethënë edhe në Poroj. Në fakt, këto kohna nuk janë kohna për të bërë politik, po janë kohna kur secili duhet të angazhohet dhe do ishte mirë të angazhohet, të paktën të ngrinte një gur të vogël për ta bërë më të lehtë jetën e të gjithë të prekurve dhe atyre të cilët janë prekur nga kjo fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi e të gjithë qytetarëve dhe të gjithë së bashku, edhe një herë them, të gjithë së bashku duhet të angazhohemi në këtë drejtim, ashtu si së bashku ne si komunë jemi angazhuar, në të njëjtën kohë qeveria është e angazhuar, në të njëjtën kohë miqtë e tanë ndërkombëtar janë angazhuar, domethënë është e rëndësishme që në mënyrë solidare të mbahemi fuqishëm së bashku.